Përshëndetje miq të Radio 7, ne jemi sot në studio me dy drejtues adhurimit të cilët vinë nga Kisha Familja në St. Louis. St. Louis Family Church, ata janë Kingston dhe Medi Perry. Jemi shumë të gëzuar që sot janë me ne në studio për treguar pikërisht për përvojën e tyre, për shërbesën që janë duke zhvilluar në Kosovë për gjatë tyre ditëve, por edhe për gjatë viteve dhe për gjithë ndikimin që adhurimi, muzika e adhurimit ka pasur në jetën e tyre. Welcome in our studio. Mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit. Faleminderit, jemi të gëzuar që jemi këtu. Është një privilegj t'ju kemi këtu dhe duke ditur që ju keni ardhur dhe keni shërbyer në Kosovë për një kohë të gjatë, është një bekim që kemi mundësinë të tregojmë këtë histori. Më lejoni t'ju pyes, kur ishte udhëtimi juaj i parë në Kosovë? A kujtoni? My first trip was in 2007 when I was Udhëtimi im i parë ka qenë në shkurt të vitit 2007, kur isha mendoj 14 vjeç. Do mbushja të 15 dhe ishte hera ime e parë që dola jashtë vendit. Kur isha foshnjë vogël kam shkuar në Itali, por ajo ishte hera ime e parë. Oh, kemi bërë edhe një udhëtim tjetër kur isha rreth 8 vjeç, por nuk e mbaj mend shumë. Like what brought you to minister to Family Church in Gjakova? Dhe cila është lidhja juaj? Çfarë ju solli të shërbeni në Kishën Familja në Gjakov? St. Louis, Missouri, USA. And our church with Service International, which is Ne vim nga St. Louis Family Church në St. Louis, Missouri, SBA. Dhe kisha jon përmes Service International, që është një pjesë e misionit të kishës tonë ku shkojmë në përbot në vende ku kanë ndodhur fatkeqësi natyrore apo gjëra të tilla. Ne erdhëm në Kosovë me këtë mision në vitin 1999. Babai im dhe gjyshi im. Ata kishin qenë këtu dhe ndërtuan disa shtëpi dhe një shkollë. Unë nuk mund të vija ende sepse isha shumë i vogël, po kur u bëra adoleshent më dha mundësia të vi për herë të parë. Dhe kemi ardhur këtu për rreth 9 vite rresht në stinën e verës, dhe kanë kaluar 10 vite që nuk kam qenë më. Kështu që kjo është hera ime e parë pas 10 vitesh mungesë. Every single summer. And it's been 10 years since I've been back. So this is my first time back in 10 years. And it's amazing to see, the investment that you are doing for God's kingdom. Është mrekullueshme të shikosh investimin që ju po bëni për mbretërinë e Perëndisë në Kosovë dhe dëshirën që keni për të parë kishën e tij të rritet në këtë vend. Po, cila është zemra dhe pasioni juaj për Kosovën dhe kishën ku po shërbeni her pas here? Where you are ministering time after time. I think we just had a really strong desire to bring something that's impacted us to another nation. So just Mendoj që kemi pasur një dëshirë shumë të fortë për të sjellë diçka që na ka ndikuar ne në një komb tjetër. Pra, të sjellim dashurinë e Jezusit, e të lidhim çdo njeri me këtë dashuri sepse ka pasur shumë rëndësi për ne. Është një ngushëllim i madh dhe të ndryshon jetën. Prandaj, të mund të lidhim zemrat e njerëzve me Zotin është diçka shumë e veçantë për ne. So you grew up at church, both of you. So what has been your experience? Ju jeni rritur në një familje pastorale, pra jeni rritur në kish, çdo dy. Cila ka qenë përvoja juaj? And also in the Great Commission is to go into all the world and preach the gospel to all nations. And dua të përgjigjem në vazhdim të asaj që Medi tha pak më parë, motoja e kishës tonë është: ndero Perëndin dhe ndihmoj njerëzit. Dhe gjithashtu urdhërimi i madh thotë të shkosh në të gjithë botën dhe të predikosh ungjillin në të gjithë kombet. Dhe kemi parë që kemi pasur një lidhje shumë të mirë me njerëzit këtu. Dhe prindrit e mi janë ndier të udhëhequr nga Zoti për të qenë këtu. Dhe kemi takuar e krijuar shumë lidhje të mrekullueshme. Dhe ndjejmë se kjo e nderon Perëndin dhe ndihmon njerëzit. Edhe kjo është e rëndësishme për ne. Të ndihmojmë njerëzit në kontekstin e Kosovës në vitin 1999, do të thoshte të ndërtoje shtëpi dhe klinika dentare, po. The first time I ever came was with my grandpa and my mom. Hera e parë që kam shkuar në Kosovë ishte me gjyshin dhe mamin. Gjyshi im është mjek, tani është dentist dhe ai i ndihmoi në hapjen e klinikës dentare. Kështu që ishte diçka shumë e veçantë për mua të vija dhe të shikoja sepse ishte pjesa e asaj ndihme që kemi pasur privilegjin të japim këtu. Mendoj se isha 15 vjeç kur erdha për herë të parë, ishte viti 2013. Po. And now you're coming as a husband and wife. Yes. How is it to minister together? Dhe tani po vini si burrë e grua. Si është të shërbeni së bashku? Like God helps us.
When you get married, it says that you're one flesh now, so we're very connected, and it's almost like when we're doing. Kur martohesh, fjala thotë që bëheni një mish I vetëm, kështu që jemi shumë të lidhur dhe është pothuajse sikur kur bëjmë diçka, kemi një komunikim të pashprehur me fjalë apo jemi në të njëjtën linjë në mënyrë të natyrshme, që është shumë ndryshe nga çdo gjë tjetër. It's helpful. And you minister together as worship leaders A shërbeni gjithashtu së bashku si udhëheqës adhurimi në kishën tuaj? A mund të ndani me ne vizionin tuaj për adhurimin? Çfarë keni në zemër? Çfarë dëshironi që të shikoni? I think what we want to see when it comes to worship is people connecting their hearts with God in a really. Ajo që ne dëshirojmë të shohim në adhurim është që njerëzit të lidhen me zemrën e Perëndisë në një mënyrë të sinqertë dhe autentike. Një moment I veçantë mes teje dhe Zotit, ku me të vërtetë I tregon sa shumë e do dhe e adhuron. Ne gjithmonë përpiqemi të krijojmë një ambient që lejon këtë lidhje. I think the theme of my life is authenticity and being authentic. And Mendoj që tema e jetës time është autenticiteti. Të jem autentik. Dhe në adhurim, për mua personalisht dua që të jemi vërtet, dua të lidhem personalisht me Perëndin. Kjo është pjesa më e rëndësishme për mua. that's the most important part for me. and how would you define like a successful Si do ta përkufizonit ju një adhurim të suksesshëm, nëse mund ta quajmë të I suksesshëm? think successful worship Unë mendoj që adhurimi I suksesshëm është kur personalisht dhe në mënyrë të sinqertë lidh zemrën tënde me Jezusin dhe lartëson Perëndin. Adhurimi që e lavdëron Perëndin është adhurimi I suksesshëm. Yeah. Worship that glorifies God is successful worship. That's it. It doesn't matter what it Adhurimi sounds që e lavdëron like, Perëndin to është adhurim I pray the right suksesshëm. words, sing the right Nuk ka words. rëndësi si tingëllon apo nëse gjithçka ishte e përsosur apo nëse luajte notat e sakta apo këndove fjalët e duhura. Nëse lavdëron Perëndin dhe është me dashuri ndaj Tij, atëherë është I suksesshëm. Kështu e shohim. How do you prepare the church for the worship? Well, Si përgatiteni për adhurim personalisht dhe si e përgatisni kishën për adhurimin? then you rehearse, and during rehearsal, Së pari, zgjedhim këngën, pastaj bëjmë prova. Gjatë provës, përpiqemi të jemi të udhëhequr nga fryma në lidhje me setin e adhurimit. Nëse diçka nuk ndihet e mirë, I lutemi Perëndis, çfarë dëshiron që të bëjmë. Dhe ai zakonisht na udhëzon që të ndryshojmë ndonjë këngë apo të themi diçka ose të ndajmë një varg nga shkrimi. Dhe pasi bëjmë këtë, kur vjen dita para adhurimit, përpiqemi të shmangim çdo përçarje. Dëgjojmë fjalën ose lexojmë fjalën. Dhe e lavdërojmë Perëndin në mënyrë personale. Dhe pastaj, kur vjen momenti për të adhuruar, jemi të përgatitur shpirtërisht. and you praise God yourself in private. And then when it's time to worship, you're prepared spiritually. Oh, you have to praise God in private, because if you don't do it in private, Duhet të lavdërosh Perëndin privatisht, sepse nëse nuk e bën në këtë mënyrë private, atëherë nuk është autentik dhe I vërtet. Kur e bën në skenë. When the song I'm doing is the song that came to my heart. Rastet kur adhurimi është më I vajosur, janë ato kur këngët që po këndoj është ajo që ka lindur në zemër kur kam qenë vetëm me Zotin në dhomën e lutjes. You have other people in your team, people that serve with you. How do you encourage them and how do you mentor them to become better worship? Dhe ndoshta keni njerëz të tjerë në grupin tuaj, njerëz që shërbejnë bashkë me ju. Si inkurajoni dhe si mentoroni që të bëhen udhëheqës adhurimi ose muzikant më të mirë? And I tried to encourage them to Përpiqem t'i lejoj të ndihen të lirë, të jenë vetvetja, të kenë ide, dhe inkurajoj të jenë të lirë, sepse shpesh kur je përpara njerëzve ndihesh I bllokuar dhe mendon se duhet të performosh në një nivel të caktuar, ose dukesh perfekt. Por pjesa më e rëndësishme është të kalosh atë ndjesi dhe të jesh I lirë. Dhe zakonisht, sa po je I lirë, fillon edhe tingëllon më mirë. Dhe një gjë tjetër është uniteti dhe të luajturit së bashku. Ndonjëherë njerëzit duan të bëjnë diçka vetë, në mënyrën e tyre, por kur secili vepron vetëm, kjo në fakt e pengon të gjithë grupin. Por kur të gjithë bashkohen edhe mbështesin njëri tjetrin në mënyrën aktive, atëherë gjithçka merr hovë dhe shkon lirisht. do their own thing. And if you do your own thing, it actually hinders. But when everybody unites together and is supporting each other actively, then it takes off and it can go free. teamwork, flowing together. Bashkëpunimi
Të ecësh natyrshëm së bashku është e mirë. See the fact that you are leading a large congregation in worship every Sunday. Si shikoni faktin që çdo të diel udhëhiqni një audiencë të madhe në adhurim? Ta njerëz shikojnë nga ju për t'i çuar drejt Zotit përmes adhurimit. Cila është përvoja juaj në këtë drejtim? To be the one that gets to do that. I think that people are coming into a church service with the weight of their week. They're coming in with Para së gjithash, është një nder të jesh ai që merr këtë përgjegjësi. Mendoj që njerëzit vinë në shërbesën e së dielës me peshën e javës mbi shpinë, vinë me gjithçka që u ka ndodhur në jetë, ndoshta gjëra të gëzueshme, ndoshta të dhimbshme, dhe të jesh gati t'i takosh aty ku janë dhe t'i ndihmosh të ngrenë syt nga Zoti, pavarësisht çfarë po kalojnë. Është shumë e rëndësishme kur udhëheq një kishë kaq të madhe. Thjesht t'i ndihmosh të shkojnë në drejtimin e duhur. It's easier. I've noticed that when the congregation Kur e shoh kishën duke hyrë në adhurim, gjithçka bëhet më e lehtë. Kam vënë që kur njerëzit fillojnë të ngrenë duart, të këndojnë dhe të përfshihen, është sikur ata e marrin vetë drejtimin e adhurimit. Adhuruesi duhet ta nisë parë, por pastaj kisha e merr drejtimin vetë. Dhe kjo është pjesa më e preferuar. Kur kisha merr në dorë adhurimin. Qëllimi im është që kisha të marrë drejtimin. Të paktën deri te kënga e dytë. For the congregation to take over at least by the second song. Sometimes they just need the nudge. Ndonjëherë atyra u duhet vetëm një shtytje e vogël, një nxitje. In leading a large congregation. Yes, A ka sfida në të udhëhequrit e një grupi besimtarësh që është i madh? So many different people have such different opinions and tastes and understanding of the Bible. Po, ka sfida, sepse ka shumë njerëz me mendime, shije dhe kuptime të ndryshme për Biblën, edhe për Perëndin. Kështu që duhet të gjesh këngën që u mësojnë fjalën e Perëndisë, por jo me shumë fjalë që të mos bëhet e ndërlikuar. Dhe gjithashtu duhet të jenë këngë që janë drejtuar plotësisht tek Perëndia, jo për problemet e tua, por për të. And you also want to have songs where it's very much directed straight to God. It's not about your problems, but it's about God. Yeah, and when you have so many Po, dhe kur ke kaq shumë njerëz në kishë dhe secili ka preferencat e veta, disa duan këngë të vjetra, disa të reja, disa duan ritmike, disa të qeta, ndonjëherë është e vështirë të gjesh balancën. Por thjesht kujton se po bëjmë setin që Zoti na ka dhënë për këtë fundjavë. Kjo është ajo që do ta lavdëroj atë. Dhe ne përpiqemi ta balancojmë me këngë të vjetra, të reja, çfarëdo që Zoti na ka vendosur në zemër për atë javë. E ndonjëherë kjo është e vështirë, por nëse jep atë që Zoti do, gjithmonë është gjëja e duhur. You are together in the worship team as husband and wife, ministering together. Ju punoni bashk në grupin e adhurimit si burrë e grua, pra shërbeni së bashku dhe keni një familje, 2 fëmijë të vegjël që kërkojnë kujdes. Si arrini të qëndroni të freskët shpirtërisht, sepse nuk është vetëm udhëheqja në adhurim, por dhe pjesa tjetër e javës. Çfarë ju ndihmon që të qëndroni të lidhur me Zotin dhe të rifreskuar? I fast and pray at least one day a week. That's been helping me. Ajo që më ndihmon është se përpiqem të agjëroj dhe të lutem të paktën një ditë në javë. Kjo më ka ndihmuar shumë. Dhe mëngjesin e filloj duke lexuar Biblën në telefon. E dëgjoj dhe mendoj se koha e kaluar me Zotin duhet të jetë e përditshme. Getting time with God is every day. Yeah, getting in time with God is definitely the best way. And if I have to Të kalosh kohë me Zotin është padyshim mënyra më e mirë. Dhe nëse më duhet ta bëj bashkë me fëmijët, e bëj bashkë me ta, që në fakt është diçka e mirë sepse edhe ata përfshihen. Thjesht të sigurohesh që po lexon Biblën, po lutesh dhe po ushqen shpirtin tënd. Kjo të ndihmon të qëndrosh i freskët. To have like a tension between public ministry and personal worship. Dhe ndodh ndonjëherë që të ketë tension mes shërbesës publike dhe adhurimit personal, dhe si e trajtoni ju këtë? You to feel like you're not worthy of it and that you are a bad person. But that's not true. Po ndodh. Ka një tension mes adhurimit publik dhe atij personal, sepse ndonjëherë ndihesh sikur nuk je mjaftueshëm i mirë, apo ndoshta nuk je i shenjtë. Por kjo nuk është e vërtetë. Adhurimi është diçka personale, nuk është një shfaqje publike. Po, nuk është performancë, është diçka personale. Dhe por sa kohë që qëndroni vërtet dhe i ndershëm me Zotin, adhurimi mund të jetë shumë i fuqishëm në këtë mënyrë.
Yes, I mean, it's true that when we are spending time Po, with God, sepse është e vërtet që kur kalojmë kohë me Zotin, ai na flet dhe na kujton që ne kemi vlerë për të, më shumë se sa ajo që ne ndjejmë për performancën tonë apo për atë që ndajmë me të tjerët nëse pranohet ose jo. Shpeshherë edhe përmes adhurimit apo shërbesës publike, Perëndia mund të na flasë. Cilat janë disa nga gjërat që Perëndia ju ka folur kohët e fundit, nëse mund t'i ndani apo ndoshta disa mësime? lately. Well, something that's been popping up for me through worship would be how much God does not care about all the little, everything being perfect. He just wants us. Po, një gjë që kam menduar vazhdimisht kohët e fundit është sa shumë kujdeset Zoti për ne. Dhe është ai vargu që thotë, nëse ai kujdeset për zogjtë e qiellit, aq më tepër do të kujdeset për ne. Pra, çfarëdo që të kemi në mendje apo që na shqetëson, ai tashmë e di dhe është duke u kujdesur për çdo detaj. Kështu që nuk kam se të ndihem sikur jam i harruar apo i pambrojtur, ai kujdeset për gjithçka dhe po punon në çdo pjesë të jetës time. Dhe kjo më ka pëlqyer shumë kohët e fundit. And that's been something that has been on my heart during worship and with worship, just remembering that. In worshiping God, you're drawing near to Him, and so when you draw near to Him, He draws near to you. And so it's Edhe kur important. adhurojmë Zotin, ne afrohemi me të. Edhe kur afrohemi me të, ai afrohet me ne. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme të adhurojmë Zotin, sepse ai do të jetë afër nesh. Ai tashmë është afër, por kur ne aktivisht i afrohemi atij, edhe ai na afrohet më shumë, edhe ne mund ta ndjejmë praninë e tij. Dhe në praninë e tij ka shërim për ne. Mendoj që adhurimi është shumë i rëndësishëm për shërim shpirtëror. To worship God. Well, and Kingston always draws this parallel that is, what if between the two of us, we're married, but what Po, if we... dhe Kingston gjithmonë bën një krahasim që më pëlqen shumë. Çfarë do të ndodhte mes nesh si bashkëshort nëse kalonim ditë pa folur me njëri tjetrin, pa përqafuar njëri tjetrin, vetëm do të ishim afër, por pa kaluar kohë bashk, kjo do të ishte shumë e çuditshme. Dhe ashtu nuk duhet të jemi me Zotin, duhet të afrohemi me të, duhet të jemi afër tij. A do të flasësh për këtë? Mua gjithmonë më duket shumë prekse. If I just never talked to Maddie, and then anytime I ever talked to her, I asked her I needed her to like get me something. Like, can you make me a coffee, please? Hey, I'm having a bad day. Po, Make me feel better. si nëse unë thjesht nuk do të flisja me Medjen fare, dhe çdo herë që flisja me të do t'i kërkoja diçka si, ma bëj një kafe të lutem. Po kaloj një ditë të keqe, ma bëj më të mirë. Atëherë kjo do të ishte një marrëdhënie shumë e çuditshme. Nuk do të ishte reale, por kur e njoh, kaloj kohë me të, e pyes për ditën e saj, atëherë marrëdhënia bëhet reale. Dhe është e njëjta gjë me Zotin. Ti e adhuron atë, kalon kohë me të, lexon fjalën e tij, lidhesh bashk, dhe atëherë marrëdhënia është e vërtetë. Po, edhe ajo marrëdhënie rritet. Getting to know one another Oh, yeah. from an early age. That's Can true. you tell that experience? Dhe me që përmendët marrëdhënien me njëri tjetrin, ju jeni rritur duke e njohur njëri tjetrin që të vegjël apo jo? So we've always been friends, which was a really cool way to... E kemi njohur njëri tjetrin gjithë jetën, gjithmonë kemi qenë miq, dhe kjo ka qenë një mënyrë shumë e bukur për të hyrë në martesë, sepse tashmë njiheshim shumë mirë, kështu që është një gjë shumë e veçantë të udhëheqësh adhurimin me dikë që e njeh që fëmijë. Duhet t'ua tregojmë foton. Sa vjeç ishit aty? He was, I was maybe like 7 and I 7, was 1 or like 2. Ai ishte rreth 7 vjeç dhe unë isha 1 ose 2 vjeçe. Po, që në moshë të vogël. Kemi 6 vite diferencë. You grew up together, you became husband and wife in the same church and serving. Dhe si ka qenë për ju që u rritët bashku, martuat në të njëjtën kishë dhe po shërbeni bashk? Cilat janë disa gjëra që keni mësuar dhe që ju kanë ndihmuar të rriteni në marrëdhënien tuaj me Zotin dhe me njëri tjetrin gjatë kësaj kohe? That it was easy to know that we were friends and that we had a connection with that in that sense. Mendoj që kemi kaluar aq shumë kohë bashk, sa ishte e lehtë të kuptonin që jemi miq, dhe që kishim një lidhje të fortë. Nuk kishim mister, më njihje dhe të njihja. Move into being married together, because when you're married, you have to be on the same page spiritually. You have to, seek God together. Dhe për shkak se ishim vendosur në atë mënyrë, ishte më e lehtë për Zotin të na ndihmonte të kalonim në një martesë bashk, sepse kur je i martuar, duhet të jeni në të njëjtën linjë shpirtërisht. And you are still so young, raising young children as well. How has been the parenting? Dhe ju jeni ende kaq të rinj, por isni fëmijë të vegjël gjithashtu. Si ka qenë përvoja e Taught prindërimit? us a lot about how God feels about us. Yeah. That's enlightening. Because every time I read the word, Po,
Është shumë e bukur, është shumë e veçantë dhe na ka mësuar shumë për mënyrën se si Zoti ndihet për ne. Po, një përvojë që të hap syt. Or any dad, and it's a father, but now I'm a father. And so Sepse gjatë gjithë jetës time, kur lexoj Biblën e shija Zotin si atin, dhe gjithmonë e krahasoja me babain tim ose me ndonjë baba tjetër. Por tani unë jam baba dhe e lexoj Biblën në një mënyrë të re, sepse tani unë vetë jam baba dhe e di si është të jesh baba. Është një marrëdhënie shumë e veçantë. And so I think, oh, that is how he feels about me, but like times 10, way more, which is really cool. Po, më ka treguar vërtet sa shumë na do Zoti, sepse unë I dua aq shumë fëmijët tan, aq shumë, është e jashtëzakonshme. E pastaj mendoj, kështu ndihet Zoti për mua, por shumë fish më shumë. What would be like your advice for someone who likes worship, who wants to be a worship? Ka qenë shumë inkurajuese të dëgjojmë historitë tuaja dhe përvojën tuaj personale. Cila do të ishte këshilla juaj për dikë që e do adhurimin dhe dëshiron të bëhet udhëheqës adhurimit në të ardhmen? Nga përvoja juaj, çfarë do të thonit? Practice your instruments because whatever skills that you have built up, that's what God's going to be able to use. So getting that ready. Mendoj që praktikisht një gjë shumë e rëndësishme është të ushtrojnë aftësitë muzikore, të ushtrojnë të kënduarin, instrumentet, sepse cila do aftësi që ke zhvilluar, Zoti do të mund ta përdor atë. Pra të jesh gati, është gjithmonë gjë e mirë. Play your instrument in a way where when you're all together, everyone play like a drum. What I mean by that is, Po, mendoj që duhet të mësosh kitaren akustike, pianon, baterinë dhe basin. Dhe pastaj kur luan me të tjerët, luaja instrumentin tënd në atë mënyrë që të gjithë të tingëllojnë si një bateri. Ajo që duhet të them është që të qëndrosh brenda ritmit të këngës dhe të mos përpiqesh të bësh gjëra të komplikuara vetëm për vete. Sepse të gjithë po punojnë së bashku. Kjo është ajo që u the muzikantëve me të cilët luaj. Ata janë të gjithë shumë të mirë me vete dhe nuk ka nevojë për shumë këshilla, por një këshill praktike që u jap është jemi të gjithë si një bateri. Sepse shpesh njerëzit duan të bëjnë solo ose të dalin jashtë kornizës dhe pastaj gjithçka tingëllon çuditshëm. Por nëse të gjithë luajnë me ritmin dhe në unitet, atëherë kur të vijë çasti për liri në adhurim, ne jemi aq të bashkuar sa mund të shkojmë të gjithë bashkë lirshëm. if that makes any sense of what I'm saying. Yeah. And then on a spiritual side, practicing worshiping in your own Dhe pastaj nga ana shpirtërore të praktikosh adhurimin në kohën tënde të qetë personale është shumë e rëndësishme, sepse kur ti je komfort duke adhuruar Zotin në jetën tënde të përditshme, atëherë kur del në skenë, nuk e ke atë frikën, po sikur të gaboj, nuk e di si të veproj, sepse ti tashmë e di si të adhurosh. Ti ka adhuruar çdo ditë dhe e sjell këtë përvojë në skenë, e mund të udhëheqësh kishën në mënyrë më të efektshme. Thank you for your faithfulness, to God. Faleminderit për besnikrinë tuaj ndaj thirrjes Perëndisë edhe në këtë shërbes, në këtë pjesë të botës. Keni bërë goxha rrugë bashkë me familjen tuaj për të shërbyer dhe ne ju jemi shumë mirënjohës për këtë. Faleminderit. Faleminderit. All for Jesus, all I am and have, and ever hope to be. Jesus, all for Jesus, all and ever hope to be. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender thee into your hands. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands.
your will that I am free, for it's only in your will that I am free. Jesus, all for Jesus, all I am and have and ever hope to be. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. For it's only in your will that I am free. For it's only in your will that I am free. For it's only in your will that I am free. For it's only in your will that I am free. Jesus, all for Jesus, all I am and have and ever hope to be. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything.
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You are so worthy. You are so worthy. You are so worthy. Jesus Christ. You are so worthy. You are so worthy. You are so worthy. Jesus Christ. All the glory, all the honor, we will give to you, our King. Our devotion and our worship